Gjithashtu transmeton Imam Muslimi se Aisha radhiyallahu ta'ala anha thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur shmurej, kur ankohej nga ndonjë smundje, thot e lexonte kul huwallahu ahad, kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas, 3 herë dhe pastaj shtynte te duart e tij, pa pshtym dhe e fërkonte thot trupin e tij apo vendin e smundjes. E cili prej nesh o vëllezër e kemi provuar ndonjëherë të shërohemi me Kur'an kur kemi ndonjë dhimbje, qoftë ajo trupore. A kemi provuar ndonjëherë me lexu surën Fatiha ose kul huwallahu ahad, kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas, me shëru vetët tona, pa i nënvlerësu medicinën edhe ilaçet të cilat janë bashkëkohore. Me konese besimtar, a kemi provuar ndonjëherë sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me shëru vetët tona në këtë formë? Radh për nesh e kemi provuar. Prandaj thot Ibnul Qayyimi rahimahullahu taala, thot në librin e tij Zadul Ma'ad, furnizimi për ahiret, thot jo çdo kush është që i jepet sukses që të shërohet me të. Pra me Kur'an çdo kujt Allahu azza wa jall nuk ja mundson. Prandaj thot se nëse i smuri në formë të duhur mjekohet me të. Në formë të duhur mjekohet me të. Tash na tregon kushtet e shërimit Ibnul Qayyimi rahimahullahu taala dhe e vendon kët ilaç, pra kët Kur'anin në vendin e smur. Nëse ka smur zemrën nga dyshimet dhe pasionet, merr dije dhe deturi për këtë Kur'an, që Allahu azza wa jalla ja shëroi smundje dyshime që ka shubuhatet rreth t'i dini. Mirë po thot, nëse thot ka smundje fizike dhe e vendon dorën duke te vendi ku i dhem, duke recituar Kur'an me besim të plot në Allah, pranim të plot çdo gjë që vjen prej Allahut azza wa jalla, pranon çdo urdhër prej Allahut azza wa jalla, e pranon dhe e beson, thot duke i plotësuar të gjitha kushtet e shërimit. Ibnul Qayyim rahimullahu thot, për çka do thot të gjitha kushtet e shërimit, duke u largu nga gjunahet. Po ka kështë hoxha 3 sa të lexoj ti Kur'an, ama kur nisen hiç. S'dikoj. Po s'dikoj vëlla se ky Kur'an don me praktiku, don me mësu çka të urdhëron Allahu azza wa jalla, me u largu prej gjunaheve. Atë ndikon ky Kur'an. Prandaj thot Ibnul Qayyim kushtet e shërimit është që ti më u largu prej gjunaheve. Që më ndikon ky Kur'an te zemra jote dhe te smundjet të cilën e ke.